Punësimi i shqiptarëve në sektorin publik ka përplasur përsëri partitë politike shqiptare. Koalicioni vlen që është pjesë e qeverisë është lavdëruar me punësimin masiv në periudhën e fundit të shqiptarëve në të gjitha sektorët, veçanërisht në ato të energjetikës. Vlen ka deklaruar se ata po ndërtojnë një realitet të ri, realitet në të cilin sipas tyre përkatësia etnike nuk është pengesë, por pasuri e barabartë në ndarjen e mundësive. Shoqëria aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike Nomagas Shkup në pronësi shtetërore ka shpallur konkursin publik për 18 vende të reja pune. 8 prej tyre janë fituar nga qytetarë shqiptar, fal qasjes së drejtëve profesionale që po zbatohet në këtë institucion. Në drejtimin e drejtorit Mohamed Elmazi, një drejtues që po tregon me vepra se si udhëhiqet me integritet dhe vizion. Le të flasim faktet. BDI në periudhën 2002-2024, 84 punësime në këtë ndërmarrje, vetëm 11 shqiptar. Përfaqësimi i mjerueshëm prej 13.1%. Vlen në vetëm 9 muaj qeverisje, 8 shqiptar të punësuar në një konkurs të vetëm. Përfaqësimi ngjitet në 44.4%. Për punësimin e shqiptarëve ka reaguar edhe Aleanca për Shqiptarët e drejtuar nga Arben Taravari, nga ku vlerësojnë se diskriminimi etnik vazhdon edhe në drejtorit që i drejton e i udhëheq koalicioni vlen. Nga Aleanca për Shqiptarët thonë se pavarësisht përpjekjeve për të krijuar iluzionin e barazisë dhe përfaqësimit të dhënat konkrete, zbulojnë të vërtetën e hidhur për qeverisjen e Vlenit. Vlen mashtron publikisht duke pretenduar se ka arritur përfaqësim 44.4%. Në të vërtetë ka dështuar të korrigjojë padrejtësinë shumëvjeçare dhe diskriminimin etnik në këtë ndërmarrje shtetërore, edhe pse kishte mundësinë dhe kompetencën ta bënte. Ky është realiteti, edhe aty ku Vlen është në krye, nuk guxon të sfidojë strukturat e vërteta të pushtetit. Pasi kufijtë e veprimit i ka të përcaktuar nga patronat e tyre politik, Ristian Mickoski dhe Stojan Çangelov. Vlen nuk është qeveri e shqiptarëve, por është vegël në duart e politikave që i shohin shqiptarët si numra për vota dhe jo si qytetarë me të drejta të barabarta. Kjo nuk është hera e parë që partitë politike shqiptare përplasen për përfaqësimin e drejtë, për më tepër për të hequr këtë problematik. Qeveria ka paralajmëruar edhe ligjin për përfaqësim të drejtë, i cili vazhdon edhe më tutje të mos sheh dritë të mbetet zyrtarëve të qeverisë. Për punësimin dhe diskriminimin e shqiptarëve ka reaguar më herët edhe Bashkimi Demokratik për Integrim.